E pra të dashur miq, pak me video pak më amatore, por më duhet patjetër që ta komentoj, të jap mendimin tim dhe ta sjell pranë jush. Zarf i zi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe anulohet televotimi, do të thënë që i bie që sonte do merret një vendim i prerë për banorët të cilët kanë thyer rregullat. Kush mund të jenë pjesë e zarfit të zi dhe a do të ketë eliminime? Pjesë e zarfit zi mund të jetë Casey, që ka përdorur një gjuhë rruge, edhe duke përdor fjalë nga më të ultat që janë tashmë virale në rrjetet sociale në TikTok. Më pas do me thënë pritet që të jetë Ina, duke i quajtur manjak Stenaldon, do me thënë ti thuash manjak Stenaldos që shef femra, një njeri që është i verbër, është pak njerëzore, por edhe gjuha që është përdorur brenda në shtëpi nga ana e Rogertit, nga ana e Kristit, duke hedhur fjalë seksiste kundër drejt banorëve brenda në këtë shtëpi. Sonte do të merret një vendim i prerë. Unë një herë dua të marr mendimin tuaj dhe më pas të vi me videon e radhës nga studio duke bërë një analizë të detajuar pse mund të jetë ky zarf i zi.